aplikuesi mund të përzgjedh individualisht mënyrën e tij, pra se si dëshiron të votojë në këtë proces zgjedhor. Votuesi mund të kundërshtojë edhe pasaktësitë në listën votuese. Regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës do të fillojë nga dita e sotme 6 maj dhe do të përfundojë më 17 maj. Pra gjatë kësaj periudhe 12 ditore, të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për të regjistruar si votuesi jashtë Kosovës, për të votuar qoftë fizikisht në ndonjëherë nga përfaqësi diplomatike apo për të votuar përmes postës. Në momentin e regjistrimit, aplikuesi mund të përzgjedh individualisht mënyrën e tij, pra se si dëshiron të votojë në këtë proces zgjedhor. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme 6 maj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mundësoj ndërrimin e qendrës së votimit për votuesit brenda një komune të caktuar. Pra, gjatë kësaj periudhe nga data 6 maj deri më datë 17 maj për 12 ditë me radhë, të gjithë votuesit mund të konfirmojnë së pari pra adresën e tyre se ku janë të caktuar të votojnë më 7 qershor, por nëse duan, pra është në vullnetin e tyre që ta ndryshojnë atë brenda komunës përkatëse ku ata janë caktuar si votues. Duke filluar nga data 6 maj deri më 18 maj, pra për 13 ditë më radhë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mundësoj konfirmimin dhe kundërshtimin e listës votuese. Pra gjatë kësaj periudhe çdo person i cili është pjesë e listës votuese mund të kundërshtojë pasaktësitë e kësaj liste, qoftë për caktim të gabuar në ndonjë qendër të votimit, por gjithashtu gjatë kësaj kohe sa zhvillohet kjo periudhë zgjedhore, votuesi mund të kundërshtojë edhe pasaktësitë në listën votuese për emrin e ndonjë personi për të cilin pretendon se i njëjti nuk mund të figurojë në këtë listë, qoftë edhe për faktin se është i vdekur.